Shumë martesa në para të ditët kanë qenë thjesht për hatër se duhet thjesht pa tjetër e martuar. Se një losej, humbje shpinë, humbje punën, humbje atë, pra futesh edhe brënda. Një njëri që prishte familje interroj atere. E qonin ati, e qonin të mshoj 3 vjetë. E bërëm shumë dramatike, divorci nuk është fundi i botës. Divorci nuk është fundi i botës, o shok, ta ndajmë të muhabet, dhe kini parasysh në Instagram, divorci për duhet shmangur sa më shumë. Janë ca gazetarë, për botën nuk është, por është fundi i botës për kalamar. Sa po thoshim? Asnjëri se kalon, nuk është i letë. Shiko, nuk është i letë, emocionalisht është i rënd për të dy palët, por as nuk është fundi i botës. E para. E dyta, në Instagram ke një gazetar që bënë sa pyetje çifteve. E kupton një fëmijë 6 vjeç që nuk është fundi i botës? Një fëmijë 6 vjeç nuk e kupton. Fëmijës 6 vjeç bie bota. Po. Ku ndahen prindrit. Si t'ja shpjegojmë një fëmijë 6 vjeç, 5 vjeç, 4 vjeç. Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë moment të falë. Se çiftet nuk shkojnë ke psikologu, po qajnë ke shoku, ke shoqja, se mendon sikur shoku, shoqja, nëna do t'ja zgjidhë mirë se mos bëjnë gjë tjetër pa për të qajë. Nuk po them mirë që qajë. Ne duhet të themi. Ne duhet të themi. Jeni klipa dhe sheqeri ju të dy. Se fillon bën humor ky me këto gjëra. I them, nuk them kotun që jeni klipa dhe sheqeri ju të dy. Tani një sekond, kjo është kripa, unë jam sheqeri. Ndajni si të doni, Reçeli dhe djathi. Kjo është kripa në plag. Ju jep shumë shije emisioni dhe një Reçel me djath. Ndajni si të doni. Reçel me djath? Edhe martesa, Reçel me djath. Reçel me djath. Edhe martesa ka një shije. Si që jep një shije emisionit, janë ato erzat, piper dhe krip. Ka që një zakon i vjetër, që kur martohet një qift, unë jam qik me ato të vjetrit, sillin një kavanoz me krip dhe erzat, piperin dhe rigoni, dhe thoshin, po ne nga anët e jugut i kemi këto tash. Po, dora me mjalë që lyej pragu. Qa piper, ku ka pas Jo, kjo bëj për shije, që martesa juaj të ketë shije. Në dhuratat e martesës, në dhuratat e martesës unë kam gjetur një kavanoz me krip, me mjaltë, piper dhe erza, dhe më thanë, ta kesh martesën me të gjitha erzat. Mos ka bërë në imagji aty. Do me thanë, kur divorco... Asaj? Ajo e di qa i bën shoqeve, të regu që qa i bën shoqeve. Unë shoqet i ndërgjegjsoj që ju takon çdo gjë, gjys për gjys, 50-50 nga ana ligjore, i përgatis ligjërisht. Që tjenë të qeta shpirtërisht, kur të divorcohen. Dhe shoqëria... Po shokve? Shoqëria, shokët thonë mos gratë nuk i lëm me valin, sepse valin së shumë keq. Faktikisht nuk i mësoj keq, unë i ndërgjegjsoj ta pranojnë divorcin, mos të këpusin nga këto budalliqet më bëri magji ky, më bëri magji ai, sepse divorci nuk është vjen brenda natës, nuk vjen brenda ditës dhe brenda natës, po vjen gjatë një frekuencë shumë të gjatë në jetë, kur ti ke lodhje emocionale, duheni shumë, po ka humbur respekti, ka humbur komunikimi. Ta them unë pse. Tashi, unë kam jetuar me shumë meshkuj në klube sportive. E para një që kam qenë me shumë meshkuj valltare dhe jam prekur me nga 10 tra, nuk e mbaj mend, mund të kenë kaluar dhe numrin 100 në 20 vjet, një artiste që në çdo 10 minuta ndron partnerin në bel, në sup me ndjenjen, me frekuencë, me atë. Ju keni smundje profesionale, se prekeni. Jo, ju dhe doktorët jeni... Jo, nuk ka të bëj. Nuk ka lidhje. Kjo nuk është smundje, është eksperiencë. Edhe ju lutem... Ja, se vëllë të shaka valë. E bëj shaka edhe në tojnë sa. Jo, digjo lindëm. Po jo, prekin ta kryon ndjesira. Ne inxhinierët elektrik ka qa vidën bëjmë në tuar. Edhe indikatorët. Po, kur është vesh... E di pse ikin meshkujt. E di pse ikin meshkujt. Pse ikin, se dua këtë. Shu kam folur me turqit shumë në klube sportive. O zyshe jam darë. Po pse unë dave? Zonja e mirë, ti e mirë. Dëgjoj thot. Dhe në shumicën e meshkujve e para është kjo. Nuk kanë fantazi në marrëdhënie seksuale. Flas për partnerët. Ajo mund t'jetë edhe të martuarit, sigurisht. Por edhe të martuarit. Pse unë dave? Ama se mu ftof. Po pse tu ftof? Po nuk është gjë. Tash është edhe gjuha e meshkujve që flasë, kupton? Dhe unë kuptoj një gjë. Është një